Dalja e menjëhershme e Akilit nga ferma VIP 3 pas vendimit për të sakrifikuar veten në favor të Grace's krijoi reagime të forta te publiku dhe konkurrentët. Ngjarja nuk është mbyllur me eliminimin e tij, pasi zhvillimet e mëvonshme kanë hapur diskutime të reja. Pas largimit nga gara, mungesa e plotë e aktivitetit të Akilit në rrjetet sociale ka tërviqur vëmendje. Përveç një reagimi të shkurtër të dhënë menjëherë pas daljes nga ambientet e fermës, nuk është shfaqur asnjë komunikim tjetër publik prej tij në afro 24 orë. Kjo situatë dallon nga sjellja e zakonshme e ish konkurrentëve të formateve të izolimit, të cilët zakonisht rikthehen shpejt në kontakt me ndjekësit e tyre. Mungesa e këtij komunikimi ka shtuar dyshimet mbi rrethanat e largimit të tij. Në rrjet po qarkullojnë aludime se Akili mund të mos jetë larguar përfundimisht nga formati. Disa ndjekës dyshojnë se ai mund të jetë izoluar në një ambient tjetër, duke pritur një zhvillim të ri në rrjedhën e spektaklit. Deri në një reagim zyrtar, situata mbetet e paqartë dhe në vëmendjen e publikut.